Prej vitit 2012, Posta Shqiptare ka shpenzuar rreth 176 milion lek për blerjen e sistemit Eterna dhe rreth 158 milion lek të tjera vetëm për mirëmbajtjen e tij. Por ky investim kolosal ka një problem madhor. Auditimi KLSH-s ka zbuluar se Posta nuk e zotëron sistemin që ka bler. Në kontratën e mirëmbajtjes së vitit 2014 u sankcionua që kodi në burim dhe të drejtat e autorit të mbeteshin pronë e kompanisë private. Kjo klauzol bie ndesh me vendimet e qeverisë me VKM 710, të cilat kërkojnë që kodët e sistemeve publike t'i kalojnë shtetit pa kosto shtesë. Pasojat, një monopol absolut në tender të zhvilluar midis viteve 2019-2021 me vlerë mbi 103 milion lek, Posta Shqiptare vendosi kriterin që fituesi duhet të zotëronte kodin burimor, një kod që e kishte vetëm kompania Helios System. Por cila është kompania që mban çelësat e sistemit të postës? Përfituesi i vetëm i këtyre kontratave është shoqëria Helios Systems SHPK. Të dhënat nga Qendra Kombëtare Biznesi tregojnë një lëvizje të rëndësishme në strukturën e kësaj kompanie. Në tetor të vitit 2022, 70% e aksioneve të Helios System janë blerë nga shoqëria ASE SHPK, e njohur më parë si ASECO SE, ndërsa pjesa tjetër e aksioneve, 30%, mbeti tek ortakët themelues Alkit Ademi dhe Gjergji Mulla. Kompania MAM ASE Albania, e drejtuar nga Jeta Shehu, është pjesë e një grupi të madh ndërkombëtar që operon në fushën e teknologjisë bankare dhe pagesave. Kjo do të thotë se paratë publike për mirëmbajtjen e sistemit Eterna përmes Helios System tashmë shkojnë drejt një strukture edhe më të madhe korporative, e cila ka forcuar pozitat e saj në tregun shqiptar. Pavarësisht ndryshimeve në pronësi, problemi për Postën Shqiptare mbetet i njëjtë. Mungesa e kodit në burim ka bërë që në tenderat e mirëmbajtjes të mos ketë konkurrencë reale, pasi ofertat janë pothuajse sa fondi limit. KLSH ka urdhëruar që Posta Shqiptare të negociojë urgjentisht për të marrë pronësinë e kodit ose të sigurojë që në kontratat e ardhshme ky kod t'i kalojë shtetit falas pas përfundimit të shërbimit. Deri atëherë, sistemi nervor i Postës Shqiptare do të vazhdojë të jetë një aset publik i menaxhuar ekskluzivisht nga privati, tashmë në ombrellën e gigantit ASE.